Byroja Kombëtare e Hetimit ka hapur procedurën e konkurimit për rekrutimin e 40 hetuesve të rinj, të cilët do t'i bashkohen strukturës që heton veprat penale në kompetencën e SPAK-ut. Shpallja është bërë në bazë të urdhrit të drejtorit të BKH-s të datës 14 gusht dhe rregullores së re për rekrutimin e hetuesve të miratuar më 10 gusht. Sipas njoftimit bëhet fjalë për 40 vende vakante në profilin e përgjithshëm të hetuesit, ndërsa procedura përcaktohet si e hapur, transparente dhe konkurruese e bazuar në merit, integritet, aftësi profesionale dhe fizike, komunikim dhe standarde të larta etike. Çfarë kërkohet nga kandidatët? Për të përfshirë në garë, kandidatët duhet të jenë shtetas shqiptar dhe të kenë përfunduar arsimin e lartë policor, drejtësi, kontabilitet ose deg të tjera që lidhen me misionin e BKH-s. Një tjetër kusht është që aplikantët të kenë më shumë se një vit përvojë pune në institucionet e zbatimit të ligjit ose në fusha të tjera të lidhura me veprimtarinë e BKH-s. Kandidatët duhet gjithashtu të plotësojnë kriteret e integritetit, sigurisë, pasurisë dhe figurës, të mos kenë papajtueshmëri ligjore për emërimin dhe të kalojnë me sukses të gjitha fazat e përzgjedhjes, përfshirë kontrollin mjekësor, vlerësimin psikologjik dhe trajnimin bazë. BKH ka shprehur interes të veçantë për kandidat me eksperiencë në hetimin penal dhe veprimtarinë operacionale, korrupsionin dhe krimin e organizuar, hetimet financiare e pasurore, krimin kibernetik dhe provat digjitale, telekomunikacionin, analizën e të dhënave dhe inteligjencën kriminale, si edhe në fushën juridike dhe bashkëpunimin ndërinstitucional apo ndërkombëtar, nga testet fizike te poligrafi. Procesi i përzgjedhjes do të kalojë në disa etapa. Pas verifikimit paraprak të kandidatëve, do të zhvillohet testi kognitiv i sjelljes dhe arsyetimit logjik, i cili vlerësohet me maksimumi 30 pikë. Për ta kaluar këtë fazë nevojiten të paktën 15 pikë. Testimi i aftësive fizike vlerësohet me maksimumi 16 pikë dhe kandidatët duhet të marrin të paktën 1 pikë në secilin prej 4 komponentëve. Marrja e 0 pikëve në një prej tyre sjell skualifikimin. Më pas kandidatët do të nënshtrohen testit të zgjeruar me shkrim, me maksimumi 30 pikë dhe prag minimal prej 18 pikësh, si edhe intervistës së strukturuar ku mund të merren deri në 30 pikë dhe duhen të paktën 15 për të kaluar. Në total, fazat e pikëzuara kanë një maksimum prej 106 pikësh, por gara nuk përfundon këtu. Kandidatët duhet të kalojnë edhe testin e poligrafit, verifikimin e pasurisë, figurës dhe sigurisë, si edhe kontrollet mjekësore dhe psikologjike. Këto faza nuk pikëzohen, por janë të detyrueshme. Pas renditjes përfundimtare, kandidatët e përzgjedhur duhet të përfundojnë edhe trajnimin përpara emërimit, kontrollet forta edhe pas emërimit. Pozicioni i hetuesit të BKH-s shoqërohet me një regjim të posaçëm ligjor dhe me kontrolle të vazhdueshme. Hetuesi i emëruar duhet të shërbejë për një periudhë jo më pak se 7 vjet pranë BKH-s, me përjashtim të rasteve të shkarkimit të parashikuara nga ligji. Përpara emërimit, kandidatët duhet të nënshkruajnë deklaratat përkatëse që lidhen me kontrollin e telekomunikimeve vetjake dhe të dhënave financiare. Deklarimet të caktuara kërkohen edhe nga anëtarët e afërt të familjes. Llogaritë financiare dhe telekomunikimet vetjake të hetuesve u nënshtrohen kontrolleve periodike. Pas emërimit, hetuesi pajiset me telefon, numër telefoni dhe adresë elektronike zyrtare, dhe duhet përdor këto mjete për komunikimet elektronike sipas parashikimeve ligjore. Hetuesi duhet të kalojnë periodikisht edhe testet kognitive të sjelljes, arsyetimit logjik dhe aftësive fizike si parakusht për rinovimin e emërimit çdo 2 vjet. Ata japin gjithashtu pëlqimin për t'u nënshtruar testit të poligrafit për çështjet e integritetit çdo 2 vjet. Njëkohësisht janë subjekti deklarimit dhe kontrollit periodik vjetor të pasurisë, detyrimeve financiare dhe interesave privat. Çfarë do të bëjnë 40 hetuesit e rinj? Hetuesit e BKH-s kanë statusin e oficerit të policisë gjyqësore dhe punojnë në drejtimin e prokurorëve të posaçëm. Detyrat e tyre përfshin mbledhjen, verifikimin dhe analizimin e provave, kryerjen e veprimeve të policisë gjyqësore, kontrollet, këshqyrjet, sekuestrimet, marrjen e deklarimeve dhe ekzekutimin e urdhrave. Ata mund përfshihen gjithashtu në ndalime dhe arrestime, analizimin e transaksioneve, komunikimeve dhe pasurive, përdorimin e bazave të dhënave dhe mjeteve teknike, si edhe bashkëpunimin me institucione vendase dhe të huaja të zbatimit të ligjit. Vendi kryesor i ushtrimit të detyrës do të jetë selia e BKH-s në Tiranë, por hetuesit mund të angazhohen në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe kur është e nevojshme dhe autorizuar, edhe në veprimtari apo trajnime në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar. Pas përfundimit të gjitha fazave, emërimi i hetuesve bëhet nga drejtori i BKH-s me pëlqimin e drejtuesit të SPAK-ut.